Përshëndetje miq të nderuar të ekranit të televizionit Bojnë, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervist. Gjindem tek familja Lulgjuraj, tek zonja Lul Lulgjuraj, e cila ka diçka shumë të rëndësishme për të na thënë. Faktikisht do jetë një bisedë shumë e këndshme dhe shumë inspiruese, besoj, për shumë mësimdhënës, por jo vetëm mësimdhënës, por njerëz në përgjithësi. Unë dua natyrisht ta falenderoj për mikpritjen dhe natyrisht ta falenderoj që gjithmonë i përgjigjet ftesës tonë pozitivisht për të ndarë me neve ato eksperiencat e saj, të cilat nuk janë të vogla, as nuk janë pak, por janë vërtet shumë. Zonja Lulgjuraj, mirë se u gjetme. Mirë se keni ardhur, faleminderit në vizitën tuaj. Atëherë, natyrisht keni një përvojë të gjatë në arsim dhe do doja të dija se çfarë ju motivon edhe ditës sot që jeni plot entuziazëm me nxënësit tuaj. Po, motivizimi më i madh është vetë nxënësi. Pra, ne vetë nuk e kena marrë kot atë drejtim. Do të thot, pra motivizimi kur nuk duhet të mungoj, ata janë motivizimi më i madh i yni. Si do na e përshkruanit faktikisht përvojën tuaj si mësuese dhe punën me nxënësit ndër vite, duke qenë se u bën goxha vite punë dhe shohim që për asnjë moment nuk heqni dorë nga idetë, nga inovacionet, të themi kështu. Po, ide ka gjithmonë, aty jena të gatshëm për të formuar ide të ndryshme, sikur se e dini edhe ideja për pikërisht të cilën e kena realizuar është si një pjesë e një projektit, ku së bashkut me kolegen Teuta Muleshković dhe Jasmina Zvërko, vendosëm që në holin e shkollës, pra në korridorin e shkollës, në një kënd të vendosim kutinë e mirësisë, me qëllim që nxënësit gjatë pushimit të gjatë, nëse nuk kanë ditë ushqim për shkaqe të ndryshme, të kenë mundësi të shërbehen, dhe po ashtu, ata nëse kanë dëshirë, kush prej tyre, pra të vendosin në kutinë e mirësisë. Faktikisht e ndërmorët këtë iniciativë shumë të veçantë, një iniciativë që vërtet duhet duartrokitur dhe ju duhet të ju përgëzojmë që të gjithave. Dua të di se si lindi kjo ide, si erdhe deri te kjo ide dhe kur filluat ta praktikonit në shkollën fillore Mahmut Lekić në Tuzë? Po kjo ide ishte si pjesë e një projektit, ashtu si thash më parë. Pra, vendosme së bashkut me këto kolege, duke u nisur nga ajo se shpesh herë gjatë pushimit të gjatë, pra edhe ne si mësimdhënë shpesh herë kena dëshirë që diçka të ham gjatë asaj kohe, ndoshta edhe diçka që në shtëpi as se konsumojmë, aty na duket shumë e këndshme. Kishim dëshirë që edhe nxënësit, pra askush në shkollë të mos mbesë pas së pakut pa një ushqim të vogël, dhe kjo ishte ajo ideja jonë që realizuam. Kur ja filluat ta praktikonit? Kem filluar qysh me 17 shkurt dhe falenderuar prindërve, falenderuar nxënësve dhe disa kolegëve, ajo funksionon edhe sot. Cili ishte ai momenti që ju bëri faktikisht të kuptoni se kjo nisëm ishte e nevojshme? Kur e kuptua që ndoshta kjo nisëm është dashur kohë më përpara të fillonte? Po, ne jemi prezent aty çdo ditë. Shpesh herë e vrejmë se ka dikush nuk e ka ushqimin atë ditë. Ne i sugjerojmë që ata të ndajnë së bashkut, mirë po ndodh nga një herë që as ata nuk kanë ku me di sasi të ushqimit, dhe mos po bëjmë edhe ma keq nëse po thonë të ndajmë edhe ka një pjesë të vogël të ushqimit. Ashtu që vendosme që aty të jetë për atë nxënës të cilët pra qoftë e kanë harruar apo nuk e kanë sjellur atë ditë ushqimin. Ju përmendet që jeni faktikisht 3 kolege që e keni ndërmarrë këtë iniciativë, do doja të dija se si bashkëpunoni mes vetes, e sjellni ju ushqimin apo kolegja tjetër, apo e keni të ndarë me ditë, si funksionon kjo gjë? Ushqimi sjellet pikërisht prej nxënësve, kolegëve, dhe duhet të veçoj se kemi një bashkëpunim shumë të mirë me këto kolege. Çka kisha me veçua
rastin e festës së Bajramit kur nxënësit e klasës së saj sjellën dhurata nxënësve e klasëve mia, klasës ime pra, dhe jo vetëm që sjellën dhurata nxënësve, por ata dhe mbushën kutinë e mirësisë. Këtë kanë përkrah, pra do më thënë shumë prindrit, nxënësit, kolegët, po e njëjta gjë ndodhi edhe me festën e Pashkve, kur nxënësët e klasës ime, pra po ashtu shpërndahen e dhurata klasës saj, dhe mbushën kutinë, ishte një atmosferë jashtëzakonisht e këndshme, duke thyer vezët, u kënaqshin. Ato kutija të cilat i kemi vendosur vezët, i kemi zbukuruar para atyre. Ashtu që si shaj respektit edhe për festën e Pashkve të ortodokse, edhe pse tek ne nuk ka, është një numër shumë i vogël i nxënësve, kena kolegët, ku i kom informuar se ajo kuti do të qëndrojë edhe për festën e Pashkve të ortodokse, ashtu që kolegët sollën atë ditë ushqime dhe përsëri u mbush kutia. Në diçka që kisha me veçua këtu, që më ka lënë një përshtypje, është ishte nxënësi im, Amand Murtaj, i cili po atë ditë kur e kem vendos kutinë, erdhi më befasoi dhe më përkrahi, ku mbushi kutinë e mirësisë. Ne faktikisht do kemi mundësi të shohim edhe disa fotografi dhe video, për cilat dua t'ju falenderoj, ku do mund të shohim edhe gjithë shikuesit edhe ne natyrisht se si fëmijët janë gëzuar dhe si lumturohen. Nuk është se është aq shumë e nevojshme ushqimi, por nga tjetra anë është një gest vërtet human dhe një gest shumë i bukur për ta kuptuar se si duhet të ndajmë me njëri tjetrin dhe si të festojmë së bashku. Atëherë dua të di se sa nxënës përfitojnë nga kjo ndihmë dhe si e organizoni shpërndarjen e ushqimit në pushima? Bëhet pak rromuj apo si e keni të organizuar? Po aty ne veç i vendosim kur bjen zilja, ashtu që fëmija afrohen, marrin ushqimin, do më thanë nuk kemi kur farë organizimi që më thanë është dëshirë e tyre, nëse ka dikush vjen dhe vendos, ashtu që nuk kem diçka që kontrollojmë ku me di sa, as që... Po afërsisht, sa është numri fëmijëve që në ditë që afrohen të marrin ushqim? Po nuk kem barë evidencë, është diçka... Por mjafton për të gjithë, ka gjithmonë për të gjithë? Por mjafton deri diku, tash sigurisht do doja që mos të keq përdorej dhe sikur qëllimi ynë ai ka qenë. Do të thënë që nxënësit të cilët nuk e kanë ditë ushqimin të afrohen dhe lirshëm ta marrin. Nuk kemi bërë diçka evidencë, nuk kemi shkuar sipas asaj që me pyet, kem dashur që të jetë për të gjithë aty. Para se atë ditë që kem vendosur kutinë, kena quar mesazhen dhe kemi informuar të gjithë stafin e mësimdhënësve. Kem kërkuar që sipas mundësisë apo të dërgohet ajo mesazhe dhe prindërve që të njoftohen se ekziston aty. Ashtu që thjesht kem bërë si humanizëm, si diçka të mirë, shpresoj se ka ndikuar bukur, janë lidhur fëmija, kanë bashkëpunuar, u duket interesante. Pikërisht kur jemi tek fëmijët, dua të di se si kanë reaguar nxënësit ndaj kësaj nisme. Po ato me kënaqësi e kanë punuar, s'parit, do më thënë, ne si dy klasë, klasa ime dhe kolegës që përmenda më parë të utës, pra e kena zbukuruar atë kuti, e kem mendua se si duhem me zbukurua, ku duhem me vu, çfarë mesazhesh duhem me shkrua tërhiqëse, edukative, që fëmijët i shohin. Po sa i përket udhëheqësisë së shkollës, keni gjetur përkrahje? Po normalisht, se pa përkrahjen e udhëheqësisë nuk kishim tentuar të bëjmë diçka, kem hasur përkrahje, është kanë projekt yni, nuk është se diçka kem kërkuar, por thjesht e kem kërkuar lejnë, e kem vendosur, se kem pa përkrahjen e tyre plot. Po mësimdhënësit e tjerë,
kanë ndoshta dëshirë që edhe ata të kyçen dhe klasat e tyre të bëhen pjesë e kësaj nisme? Patjetër, do më thonë se ata mos ishin kyç, pra shumica e tyre, sikur ata mos ishin kyç, do më thonë aty nuk ishte funksionuar tash sa muaj. Gjithashtu dua t'ju pyes se cili është ai mesazhi kryesor që ju doni të përcjellni përmes kësaj nisme? Mesazhi kryesor është që kur kush mos të mbetet në shkollë, dëshira jonë pa një ushqim të vogël. Pra të gjithë të kenë ushqimin në dorë. Të kenë ushqim në dorë. Tani duke qenë se u bën disa muaj që jeni duke e praktikuar, dua të di sa keni vërejtur ndryshime tek nxënësit, se si sjellën ata ndaj ushqimit, sa vlerësojnë ata punën apo këtë iniciativë të bukur që ju keni ndërmarrë. Po qëllimi ynë është kënë edhe pra një ndër qëllimet kryesore, si që thohet, ka qenë që ne t'i edukojmë, t'i mësojmë, që të kenë respekt ndaj asaj kuti, që ata të dinë, të vlerësojnë, dhe të mos... E keq përdorin ndoshta. Pa mirë, s'kisha me thënë keq përdorur, sepse fëmiju ka një shpirt të pastër. Ai nuk... ose nuk është i informuar prej prindrit, ose nuk është i informuar prej mësimdhënësit, se nuk mund të themi me një fjalë keq përdorim. Ai edhe nëse e merr nuk është kurfar gjëje se fëmiu ashtu është lakmon. Mirë po është mirë që përmes këtyne projekteve, përmes edukimit, t'i mësojmë, t'i edukojmë, që ata të dinë vlerën e asaj për të cilën jene duke punuar. Juve keni përmendur që faktikisht për festat, për festën e Bajramit, si dhe të Pashkëve, keni përgatitur dhurata për njëri tjetrin. Njëherë për nxënësit katolik, përgatiten nxënësit musliman, ndërsa në rastin tjetër e kundërta. Si u prit kjo dhe a ishte diçka e planifikuar apo momentale, spontane? Ishte planifikuar nga ne të dyja, si mësimdhënëse, me qenë se ka qenë festa e Bajramit para festës së Pashkëve, ata na befasuan, e sollën një kuti pra të madhe me dhurata, ku secili t'ja shpërndan dhuratën. Pastaj një pjesë e quane dhe vendosën bashkë me klasën time në kutinë e mirësisë. Po ashtu për festën e Pashkëve, atëherë na nuk pata nevoja të flasë nxënësit, veç e dishin se duhem edhe ne të përgatisim dhuratë për nxënësit e klasës të utës. Ashtu vepruam, edhe mendoj se kem arritur një kënaqësi. Për festën ortodokse, si që thaqë, pra kutia u mbush nga kolegët. Po prindrit, çfarë mendimi kanë prindrit? Besoj keni pasur edhe kontakte me prindrit. Si kanë reaguar ata ndaj kësaj iniciative dhe si janë përgjigjur ata ftesës që edhe ju, nxënësit, të bëjnë dhurata klasës tjetër? Po normalisht se kanë, do më thanë kur e kanë ditë për ata veç, nëse nuk kem përkrahjen e tyre, nëse ata nuk, do më thonë ata i kanë pregaditur të shtëpia. Iniciative tyre ka qenë, do më thonë pa përkrahjen e tyre, pa mbështetjen e tyre, me çka shumë i falenderoj se janë të gatshëm çdo kohë, për çdo projekt që kem bën janë këtë gatshëm, dhe pozitivisht janë përgjegjë, janë kënaq, e kom pas se çdo gjë që bëj me nxënësa, ata jo vetëm se përkrahin, por edhe u pëlqen. Gjithashtu kemi sërish festën e Bajramit me datën 27. Do ketë ndonjë surprizë për fëmijët? Po shohim tash në përgatisin farë surprizet, se di, do më thonë, sikur më kish i pyetur para Bajramit me siguri se nuk kisha ditë se do të ne bajnë as këtë surprizë, do të shohim gjithsesi. Ne jemi aty për t'i edukuar, të bashkëpunoj, të lidhen me njëri tjetrin, të shpërndajnë ushqimet, lodrat, sendet, çdo gjë që është. Po për datën 1 qershor, ditën e fëmijëve, ka të bëjë ndoshta që atë ditë të jetë diçka më ndryshe, të shpërndahet diçka më speciale atë ditë? Po se di, nuk kem planifikuar ku me diçka, tash me njëherë të këto ditë, javën e ardhshme, kena një projekt tjetër, një pjesë e projektit
ku kena për kafshë të dashura që kemi ba një punisht, kena veç disa musafirë që i kena ftuar për të marrë pjesë. Para tyt kem pas një pjesë projektit ku me anë të kapakve shisheve kemi punuar disa lodra shumë interesante dhe këto i kemi donuar organizatës jo qeveritare Fëmijët e Malit të Zi, me çka jena mirë pritur shumë prej tyne. Kështu, Duke qenë se përmendni projekte, atëherë unë do doja të pyesja direkt. Është kjo ndonjë organizacije qeveritare apo thjesht ju si individ organizoni projekte në dobi në të mirë të fëmijëve? Jo, nuk është kurfar organizacije qeveritare. Ne vetë kena përfshi këtë projekt me disa aktivitete interesante që kemë mendua se funksionojnë dhe se janë në interes të nxënësve. Atëherë do doja t'ju pyesja edhe për planet. Kjo nisëm do vazhdoj edhe në të ardhmen, do zgjerohet apo do mbyllet këtë vit? Se di ende nuk kena biseduar për një çështje të tillë, gjithsesi aktivitetet nuk kanë me mungua. Përsëri nëse nuk është vazhdim i këtij projekti diçka tjetër, patjetër. A mendoni se është nevojshëm një projekt i tillë siç ky që keni marrë, pra është nevojshme që fëmijët ta kenë këtë mundësi, ta kenë këtë mundësi çdo ditë, ata të cilët e harrojnë ushqimin, apo ndoshta nuk kanë arritur ta përgatisin, nuk kanë pasur diçka në shtëpi, u ka munguar e kështu me radhë. Po mendoj se është mirë, se di nëse është pak vështirë të funksionoj shumë, sepse ne nuk kem kërkuar kurrë donacion të kurrkush, ashtu që jam e kënaqur me këtë çka kem arrit, do të përfundoj me siguri deri në fund vitit do të funksionojnë vërtet, e tash për ma vonë nuk e di, sepse është edhe një angazhim pak sa për prind, për ka disa mësimdhënës të cilët e përkrahin, lëduan, ashtu që nuk e di si do të funksionoj ma te i këtë vit po që po, me siguri e ma te i shohim. Atëherë jemi edhe në fund të vitit shkollor, po i vjen fundi i këtij viti shkollor, do doja një mesazh drejtuar të gjithë ndoshta edhe kolegeve që pse jo të planifikojnë ndonjë projekt interesant për vitin e ardhshëm, por edhe një mesazh drejtuar fëmijëve. Cili do ishte ai? Po mirë, projekte të shumta shkolla jonë ka. Do më thënë, kena aty projekte her pas heret. Jena edhe një shkolle madhe, ashtu që projektet kur s'mungojnë, ashtu që s'besoj se do të ndalena, po përsëri do të ketë edhe prej anës sanë, edhe prej kolegëve tjerë. Nxënësve, çfarë do ju themi? Nxënësve, suksese, mësime, është krenari dhe kënaqësi kur ndëgjojmë se nxënësit tanë arrijnë në ndonjë pozitë, në ndonjë shkollë, ndonjë fakultet apo ndonjë fytyrë njoftun. Atëherë zonja Lulgjuraj, vërtet ishte shumë kënaqësi, ju falenderojmë shumë, vërtet u kënaqem duke dëgjuar për këtë nisëm jashtëzakonisht të bukur dhe humane dhe shpresojmë shumë që të kemi edhe në të ardhmen projekte të tilla, ide, të cilat janë frymëzuese dhe mund të frymëzojnë çdo kënd siç ju kanë frymëzuar edhe ju dhe besoj keni frymëzuar edhe ju shumë të tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe juve për vëmendjen, natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Vojnë. Bashkë mirupafshim.